të programit të Drejt për Drejt, Mirëmëngjes Shkodër. I ftuari im sot është një mjeshtër në profesion, sepse me ecurinë e tij, por edhe me përditshmërinë e tij, një kënaqësi të punës, por edhe suksesin e viteve dhe të ditëve. Natyrisht të përshkoshë një rrugtim me profesionin e rrobaqepsit është përkushtim, është mund i përditshëm, por është një komunikim i vazhdueshëm edhe kënaqësi që t'i jep puna, e cila është art. Me mua sot në studio është mjeshtri rrobaqepës Ardian Kraja. Mirëmëngjes Ardian, mirë se keni ardhur në studio. Ju kemi shmangur paksa nga rutina e përditshme sot, sepse nuk e filloni në repartin tuaj të rrobaqepsisë punën, po keni ardhur në radio. Ndjes për këtë, por është kënaqësi për ne. Ja, ashtu është, e vërtet fillon një me rutinën e përditshme, një ardhje këtu, ftesë e minerum që jam këtu në këtë studio. E ndiqni radion sepse radio është komode dhe mund t'ju shoqërojë gjatë punës, apo nga që keni shumë, si thuash, marrëdhënie, preokupime, nuk e di. E njeku, radion e njeku, ndoshta jashtë shumë radio Shkodrën, po e njeku. Të shkandale edhe këta. Po kënaqësi sepse teknologjitë. Radio është shoqëruese edhe të lë të punosh ndërkohë. Është e vërtet, dikur e kam një shumë radion, bile kishte Radio Tirana po dashme, është programe shumë kulturore. Gjithëfar gjana është bukura, unë ndjekësha me vëmendje dhe më pëlqente me diskutu edhe ndoshta edhe me shok, gjana që i nisha. Po kënaqësi shumë. Shumë kënaqësi. Radio Shkodrën dikur kena një shumë, edhe mas diteve nishan edhe në dyqan. Këngë popullore. Me tamam nishin, po thuj, njëjtat këngë, po me shumë kënaqësi. Kur punoshim dyqante në shtet atëherë, në Rdega, kënoshim tanë. Për herë, tanë për herë. Kush i ndënum, kush i pa i ndënum, kënoshim tanë. Sa bukur. Kjo është edhe ajo që shoqëron ndjesinë e punës. Patjetër. Profesionistët gjithmonë, edhe nëse s'kan pas radion, kanë këtu punu, kanë këtu. Megjithëse tash ti nuk je në një repart të madh si atëherë, të cilit patjetër gjatë bisedës do t'i rikthehemi bashkë me bashortën apo dikë tjetër që keni, e keni këtë ndjesinë e melodisë, të kënduarit gjatë punës, ose në zë, si thuash, ndonjëherë? Këtë kam, se dy janë pasionet e mëdha të mia, muzika dhe sporti. Nuk di kush ka më shumë, po unë kam bë 7 vjet shkollë muzikës, edhe muzikën e kam pas patjetër. Aq sa kam bën, s'kam kanë primar, nuk kam pas vegël, basha vetëm solfesh, pa niçha. Kurse tesh të punu, këndaj, vishklaj, më pëlqej me ba zanin e dytë ma shumë. Edhe me muzikë, edhe baj zanin e dytë, me vishklajnë. Bile, edhe kur vinë klientët i vishklajnë të rimë, të tyre të që vishklajnë. Të pa provën vishklajnë. Kjo do të thotë që ju punën e bëni me shumë qef. Keni një kënaqësi, asnjëherë me tërfullim, po përkundrazi, me një marrëdhënie shumë harmonike, apo jo? Patjetër, edhe momente mërzijet ka puna, ka edhe momente mërzijet. Po, në përgjithësi, domethënë, po nuk punove me pasion, nuk mund të kisha vazhdu kaq gjatë. Kështu është e vërtetë. Kisha lvizë, po pasioni të marrë. Është profesion shumë i bukur. Ndoshta edhe më rikthy në kohë, ndoshta po këtë profesion do të kishe zgjedhur. Dhe më thonë, ke zgjedhur, unë kam pa disa profesione më duket sikur kjo më i bukur. Kjo është ajo rrugë që njeriu përqafon dhe e dashuron dhe mundohet që çdo herë ta përsos, apo jo? Patjetër. Si çdo gjë nuk ka përsosmëri, vazhdon, evolon, dalin modele të reja, forma të reja, premjet e jo se i krijon, janë stilistët. Jo stilistat, janë stafe, prestarsh,
që punojnë me kompjutra të paktën me sa kam njohuri vetë, punojnë ata i sjesin kalep të gatshëm, në kalep të gatshëm s'kena, s'vajmë, se s'ka studio që kërkojnë kalep të jashtë s'ka, se shkan në rroba qepsi, kërkan masën, unë supozojmë kërkaj masën i vend kalepin, i bin me kalepeve, nuk pret me metën, në presim, në kena mësu në shkollë, me prej, kena mësu bazat, pjesa tjetër me elemento i zbërthejmë ata modelit, kushtojmë, ku hekim. Besoj se dalim aty ku janë preferencat e Kjo do kohës. të thotë që, dhe kjo është e vërtetë, që pikrisht profesioni juaj lidhet edhe me gjeometrinë, me përmasat, me çdo gjë, sepse ta presësh, ta rregullosh një copë, duhet patjetër jo vetëm intuit, por edhe eksaktësi. Eksaktësi, po atë gjeometria ka më shumë ka harqet, kanën e drejtë e këta, pa pjesë tjetër është intuit. Dhe me thonë, një ndjeshmëri e veçantë. S'pa thamë se është historike e shprej, po jepi Qezari që i ta kanë Qezari. Dhe me thonë, i ta kanë, qëse është i shnosht, lene mash gjanë të barku, qëse ka bark. Qëse është i kërrusun, lene mash shumë të shpina. Dhe me thonë, kja pjesa intuit, që me kalimin e kohës, zhvillohet, pa marimisht, të dikush ma shumë, të dikush ma pak. Unë besoj se jam pranueshëm. Kjo do të thotë që ju me të hyrë dikush në repartin tuaj keni përballjen me portretin? Pa tjetër. Momentin e parë, shaf trupin fill, momentin e parë. Tu marr masat edhe tu me në fill, futet me në punë, si mund ta bëj diçka të tillë. Edhe kur vetë shënej, kur marr masat, ve ka shej ka i plus, për shembull, trup me bark. Plus, sa ma shumë as plusave, ose i supi ram, o i supi kruz, janë da si rrinë me supi. Tana janë që i shëndej, kam e ta konveksionet e mija, i shëndej dhe më ndaj që me mujt me prej sa ma sak, me pas sa ma pak punë nër prova. Sa rri, njerëzit e dinë. Po ju jeni mjeshtër, sepse jeni njohur në rrethet qytetare për qepjet e paltove, kostumeve, por jo vetëm. Megjithatë, një palto, një kostum është një robë, po e quaj madhore, prezentabël. Jep shumë prezent. Kostumi, sidomos, se paltoja hiqet. Ku se kostumi stinore. Ja, hiqet, paltoja hiqet, dhe më thanë, ku ta që të shkashi. Kostumi më dhe met, pjesa tjetër, kostumi ka për mu ka shumë vlerë. E para që të njeriun, jep qytetari, jep prezencë, ndoshta në bazë kostumit e vlerëson një njeri sa është intelektual. Po, natyrisht paraqitja ka shumë rëndësi tek një prezantim. Pastaj vazhdon me mbrëndin, por së pari njeriu do të përballet me paraqitja e parë, mandej fillon truni. Po në këtë paraqitje ju keni shumë vend pikrisht edhe tek kostumet e grave dhe të burrave, apo jo? I aplikoni të dyja? Po tjetër. Po të shti nol kështu, klienti bjen copën dhe të bashkëbisedojmë për se me marrë masat, bashkëbisedojmë, ose tu marrë masat tu bashkëbisedu si e dënë, tek e dënë. Po ka rast edhe që është një copë që unë e shaf se nuk i shkan atij person. Edhe muli kam mi thanë që s'besoj se del bukur, ose nuk e shaf për ty. Ka njerëz që thonë ja du me e ba, edhe i del bukur. Ka njerëz që thonë du me e ba edhe nuk i del bukur. Nuk i pëlqen. Ja si. Gjithsesi ju jepni edhe ju mendimin tuaj. Po tjetër. Po e që më duket ju dallon është sepse dhe këtu e dallohen mjeshtrit, që pasi dorëzoni një punë, ju në mendjen tuaj nuk e keni dorëzuar. Përkundrazi dëshironi ta shihni diku atë veshje, se si rri, keni një lloj kënaqësie ndoshta ose gjeni ndonjë të veçantë, nuk e di, është e vërtetë ky mendim? Kjo është shumë i vërtetë. Kur kam filluar në fillim profesionin, unë punosha te mjeshtër Landurra, dhe kishte punëtor të shkëlqyshëm atë më. Ata mësoshin mu se si me punosha. Me punu sa ma pasër. Më ndaj shkova te mjeshtër Ibrahim Dajti. Mjeshtër Ibrahimi ishte ma liberal. Tu kanë ma liberal, të kero të mundësi, thot, edhe puna në shtëpi.
Në këtë kuptim, pa dalë atë ku ishte pyetja. Ishte shumë liber, punoni edhe në shtëpi, thote, se ju dalin gjana të reja që i zgjillni vetë, s'ke nevojë me zgjill çdo gjë me mua etj. Në këtë kontekst, çdo gjë që punosha, delsha edhe kur delsha në pjasë, njekësha vajzën ose djalin e njekësha me sy mrapa. Më thoshin shok, qa kemë, mi pa shasë e kam qep një atë kostum, edhe shasë sirrin para, sirrin mrapa. Basha nështë edhe gjiro tjetër në pjasë me e pa. Si fillim. Manaj kja fillaj u sfumu një mënyrë, pa prep, bile, ka rase që rastisim i dasëm, edhe nështë ta janë, në dasëm mund t'jenë 10-12 kostume që i kam qepur. Edhe kam i krenarin vetë. Po naturisht, pa këtë lloj marrëdhënie, njeriu nuk do të kishte vazhduar, apo ja? Patjetër, është pjesë si të manë. Ju përmendet në fillim të bisedës kur keni qenë fëmijë, keni qenë i afërt me artin, me muzikën. Gjë që ju ka bërë që shpirti të këndojë vazhdimisht gjatë punës. Si ndodhi që ju bashkuat me këtë profesion? Si e përqafuat këtë për të bërë më pas rruga juaj? Një është në fëmijë kam qenë tamam në shkollë të muzikë, më pëlqente, baba më ka kënu shumë bukur, familjet Shkodranit, ti e din mirë se Shkodrani vetë. Po. Janë mblell, kanë qytë duket e kanë qytë Ret Odash. Ret Odash, këto kanë qenë mbrëmjet që sot bëhen një herë në lokale, që kur ndoshta nuk e kanë atë. Janë mblell po thuj ton fare fisi, kanë hapur në shtëpi, mas buket kanë ardhur. Ose edhe kanë hapur si mas gjenes që ka pas. Edhe kanë kanë kënu deri në 12 nas ka kanë gjë mallë me kënu deri 12 nas. Atë s'ka ardhur policia se kanë pa qendërzanit. Pa qendërzanit kanë këndu brenda. Kia ka një kuçi edhe kur shkolla shkollë muzikë me pëlqy muzikën edhe me kanë i intonum. Ja zot bukur sa. Mandaj marrë shkolla muzikës. Me këndu shpirti ashtu. Marrë shkolla muzikës. Edhe ç'të bëj? Muzikë s'kisha vegël. Atëherë më sugjeroi baba me shkuën këtu në degën konfeksionin në shkollë teknologjike. Aty ishin hap 3 degë të reja. Dhe me thënë për veç aty në tradicionaleve që kishte teknologjinë organike, dhe kishte dalanë shumë ushqimore, u hapen këta 3 degë të reja që mënej këta vazhdun deri shumë vonë, ata u eliminu se kishin sfumun. Edhe aty në thane ne keni mu ban kontrollor cilësijet kur shkonin në Mersolok, se vetë shkolla ishte teknologjike, tanë dalëshin në bashkë Mersolok, kur shkoshin prodhim. Edhe në matë krenari do të bana... Do të bëjnë e përgjegjes që në fillim. Kur shkojmë, bëjmë praktike në rëpasepsi të madhe, da thoshin, shamarë ma punëtor, më keni me ardhi të ha. Mi pa dash fillaj dëshira me ba i gjep, kishe një shak shumë të mush, Gzim Gjeladini, e përshëndes tash në Beriksat. E përshëndesi. Edhe dash lini konkurrencë heshtën. Shkoshim mërshim copat e prestari, një farë femi këruja, ose ishin të si njaf me emna, gjinsa kështu. Edhe mërshim copa dhe banshim në thoshim, bani gjep mrapa, bani salki, si thojnë pjesë patencë, ishte me pullat herë. Edhe banshim pjesë. Me kalimin e kohës, fillu me montu me baj pantalon. Pa nështë të banshim i ditë 2 me baj pantalon, në praktikat jetë. Gzimi ishte ma avancum se Gzimi punote në shpi, kishte makinë në shpi, punote, filloj me punu shumë ma herët se vetë. Edhe më dhej me kalimin e kohës, marrë viti par, marrë viti 2, aty më dhej i shok, mi qep du mi qepti. Gudzova i fije, Pantalonat ati shokut ishin veshjet tuaja të para. Parat, shok të ngusht mitë. Ma banë, s'ka gjama qada, ma fillu me gudzum. Ma ndaj fillu me masështëri, edhe para ushtërijet, po. Fillu me ba në koshej, motra, i dhanë në rrë, ma ndaj masështërijet, bleva i makinë qepse. Pa para se me blej makinën qepse, unë shkova të mjeshtër Brahim Dajti. Mirë njohje shumë për atë njeri. Shumë mirë njohje. E kam patur kohë më parë të ftuar vërtet një universitet më vete. Edhe ai bani gjanë më të çuditshme që mund bante një mjeshtër. Më tha, tash i ke ardhur, tha urna çilcat më lej pa çilca. Ti ke me çile më myll dëgjonin kur se mund.
Ky ishte I vlerësim shumë I madh, nuk e meritosha, por ata shokë që punosha aty më afër, ata mdoshin shumë, shumë. Pa I përmendi se e vlen më përmend. Syti Veseli ka njës pas, ka vdek, Reshat Shpuza, Mithat Tula, dhe ishin mjeshtat pjesa burrave. Ma dhe gratë, pa këta ishin mjeshtat që e përfunoshin objektin. Me çfarë durimit. Mu më thët, mjeshtë Ibrahimi thët, ti merr një kostum, ti shoku të vëlla, ti bane, ndash prej e vetë, ndash për në vetë. Jo, to shumë, si me prej ti mjeshtë. Pra, ka që shumë të dha besim. Edhe mora besim. Edhe fillova të punu e të ashtu, në çdo pyetje këta shok njën e tjetë, ata në absolute pa pik mërzijet. Ndoshta shifshin dëshirën teme, pasionin tem. Po më bashin syt ujë. Më bate gjithçka jeshiltë se me përshkuj mbang. Ibrahim Dati thotë shpeje, është I vetmi profesion që punohet mbrapa të shifet marr. Pra domethënë duhet me pas intuit se si ka më duk marr, tu e përshkuar mbrapa. Edhe përshkojesh, përfund arrita dikon. Mandaj me kalimin e kohës, ku të mandate diçka të një njerit vetë, se kishte besim të vetë, ku do të me më dhanë besim më shumë. Sa shumë me rëndësi kam shtetja. Shumë, ka shumë rëndësi. Por nuk mund të la pa I përmend dhe mjeshtat të Landurra. Në mënyrë absolute mu marrë, pa thamë edhe herë, ndoshta ata shishin dëshirën teme. Leshin punën e vetë me ndihmu. Bili ishte periudhë në shkurti, zakonisht nuk kishin punë mirë, rroba sepsit. Janari vazhdoshin ata viti 3 edhe 15 2 janarit edhe shkurti ishin dopt. Sepse ju kishit planin tuaj. Pa, ju më ishin plan, nuk isha hi me kategoritë 4 normale. Jo, si repart do të kishit planin. Patjetër. Edhe si ishte punë, plani ju do të realizohet sa kishte punë. Por edhe mund kishte mjeshtri jem plan se shkoshte me plan kategoritë 4, këtu do të kapin këtë rrugë. Po. Unë se kapsha të rrugë, se isha fillestar. Një bari luli, mjeshtrat. E përshëndesim zot bari. E përshëndes. Edhe kuj e kisha I thëtë, pse si e për djanit një provë dytë? Provë dytë është proces si Disim më thjesht. Ja, maj avancum se prova parë. Maj avancum. Thëtë e ke edhe pa punë e ke edhe jepet më në 2 ditë thëtë me te. Po. Më në 2 ditë zapton pra. U je 2 ditë, unë bëna 4 ditë me e bo. Po bani për shkeme, bani diçka shkaqitja. Bani qitja këti, qitja ati të bave si parat, pa dashë. Duket e të fitova edhe besimin e këtyne, edhe besimin e mjeshtit. E perfekcionova të provën e dytë të Landurra, më dhe shkova të Ibrahimi dhe vazhdova pjesën tjetër, mbylljen e procesit e qepjes dhe më thonë me kryri xhaketën. Ardian, ju përmendët shumë emra të nderuar. Edhe unë me shumë respekt I dëgjoj dhe kam një ndjeshmëri, madje do të thosha që kanë qenë personazhet qytetit. Personazhe shumë të rëndësishëm, sepse veshjet janë bërë me shumë përkushtim. Ka ndryshim midis kohëve, sepse të shkoje në një event familjar, në një fest, dëshira ishte të kishe një veshje të mirë dhe ta çoje të rroba qepsat më të mirë. Aty në qendër qytetit kanë qenë ata reparte të mrekullueshme që ju thoni edhe kemi këndu të gjithë bashk duke këmu, duke punu, edhe kemi diskutu pra një respekti I jashtëzakonshëm për këto figura qytetare dhe profesionale. Patjetër. Si thati veshja atëherë ishte tradit, kostumi, të shka ndalë veshje punet e veshje ballët e veshje është më kishet e veshje së lemne kështu. Atëherë kostumi ishte. Edhe kostumi kishte vlerë shumë, sidomos shkodran e kishin edhe tash, edhe tani, shkodran janë shumë kërkuesa për veshjen. Me çani shokët e mi që kam qenë në kursin në Tiranë, nuk ka kërkesa aq të mëdha për cilësinë në Tiranë. Sa dojnë bleni stofë të bukur, të paraqitshëm edhe ecin. Kurse shkodran janë skrupullos në këtë pikë, e kërkojnë maksimalisht me kap të bukura, sipas shijes tyne edhe sipas mundësive të mia këtu. Pra ka ndryshim mes kohëve. Shumë. Ka ndryshim. Ka ndryshim. E para herë për veshjen të pjesa e profesionit tim. Veshja janë
me 10 alternativa veshjet, ka kostumet gatshme, dikur ishin kostumet e gabit, ka kostume po të gatshme që janë stoqe që nuk janë të këqi, po e stoqe ka medi, ka ik pak koha, ose në dyqen ka tepër të dhe me hek, pra zbret shmimi, të zbrit shmimi, fillojnë dhe më thanë, rëshasin nga na, edhe kanë fillu me rëshit shumë. Por nena ka me të herë pjesa ma fështirë profesionit. Nena vinë trupet me probleme. Këtë banë mu zhvillu, mu formu profesionisht edhe ma të e. Ja tesh. Ka ko. Ka vinë personazhe një shumë. Kruson me probleme në trupe, gjana që nuk e gjenë diçka të gatshme. Ose kur e blenë të gatshme, thëtë e kam se për hir të barkut që ka pas ka morri xhaketë madhe, kam shumë të gjanë këto pantallonat e tjerë. Atë ka pjesa jonë që shtrydh në trunin. Ose kena shtrydh trunin edhe kena kap maksimale. Mandaj pjesa tjetër është stofi. Stof shitet në dyqan. Ose bëhet dhuratë për dikuj. Ai stof do të qepet. Ose shkan në dyqan rastësisht edhe shefi stof shumë bukur i met mendja dhe blen atë stof, ai do të qepet tënë. Dhe më thënë, një përqinje e vogël, mi jetojmë në. Megjithatë, puna juaj e përditshme është gjithmonë intensive. Intensive ka dhe më thënë, tesh është periuda si thashën shkurti, është pak i zvet, pranushëm. Ma dhe fillen në marsi, prilli, maj, fillen dherë në fund gushtit, ma dhe që është një pik i malë, po kupto do të bëjmë sa... Ju nuk qepni vetëm palto dhe kostume, por edhe fustane. Bëhen më paja, bëhen më paja. Paja në zbajnë. Paja janë këta gratë që janë të mirë filda që qepin fustane, edhe bëjnë. Pas besaj se bëjnë paja, ma. Të shka a fut të rëndë mas të bazë darsën. Ose bëhet në mënyrë ose bajnë ftojnë edhe prindi ftojnë njëni të ftu më thujnë dune me basi dune në jesë gjithmonë në Shkodër ja ka fillu me hinjë se shkoderant janë pak ma fanatik këtë pikë dojnë me ba dasme me mundësisht me ba javë dasmet me njerëz edhe po prep paja nuk di se bajnë pa thamu nuk jam i mirë fill fustanësh. Keni patur ndonjë moment që jeni mërzitur, keni thënë i hyna kësaj pune, që i bana vetit. Hina këti profesionit nuk thëmë. Nuk thëmë, po mërzi ka. Ka momente se mu jam ba 39 vjetë e gjysë, 39 vjetë e gjysë. 20 vjetë ma. Pun. Pa vu ata pjesë tjera kur isha në shkollë, që bashi diçka me shoqënie. Po. Ka momente mërzitjet, ka momente mërzitjet se jeta nuk shën vaj, po përgjithsisht mirë. Unë jam me gru në vetëm, kam pas edhe punëtor, sash ma, jam me gru në vetëm, të gruja kërësisht jep zemër. Kur mërzitjet e jep zemër në saj. Kjo është një mbështetje e jashtëzakonshme. Gruën e kam punë qysh. Ju e gjetët bashorten në... A e punot në Zuk, tha. Ka patur një profesion tjetër. Si e afruat me robotiksin? Thjesht, kja ishte puna. Atë nërmaret në 91 kër e martu vetë, nërmaret e shtetit u myllen, po thuj ta. U myllen edhe Zuktat, edhe atëherë du me punu me ty. Unë jem pak i fështirë, në bërtas. Ska gja, fillaj. E përshëndesim zonjën Flutura, një zonjë mrekullueshme, pa mbështetjen e bashortës, natyrisht shumë gjëra do të kishin qenë. Edhe dorim shumë, pa dhe dorim shumë. Aja praptesh ka dorim, mi thamë, e ke i keq, pa rregullojmë, mi thamë, si së thajnë e herë, se rregullojmë, kam në pëlqen edhe debati. Është shumë e pranueshme, çdo gjë dhe mirë, mos e mërzit e bëjmë. Bashkëpunimi është një mrekulli. A thamen, pra, momente që mërzijet që vetëm një nuk i ka lanë të mërzijet në profesion. Të vjen dikush që t'jep zemër. Po, si shikoni këtë
këtë profesion tek të rinjt, Ardian, ju keni qenë shumë i përkushtuar, ashtu siç përmendët edhe me shokët tuaj, zotin Gjeladini. Po gëzimin shkoshim me pi me hangër i darka diçka, veç muhabet profesionit. Thotë Shakijoni, Arjan Fani përshëndes, thotë të shdet e prova dytë kam mësu, thotë. Tesh boll se do na me hangër me bë muhabet përgjithshëm. Disa më mendoj me kalimin e kohës, më mërzit e punë, nuk vletet me diskutu. Profesionin kod vet edhe bisedën kod. Kod vet. Po e shihni të rinj të interesuar për këtë profesion? Ja. Nuk ka interes. Është profesion që nuk mësohet shpejt. Që ose Marangozi ka kalu prej punimeve të bardha, që janë shkruar punimet me dron, e kanë punu me gdhenje, me zdrokdoret, me zumpatriqe të tjerë, të kanë kalu kryesisht më shumë këta pllakat, MDF e pllak. Ka pjesë një personazh që i ka ardhur geometria, se tek finë punë geometria shumë. Që ka ardhur geometria, ka kënë matematikë i fortë, e kap shumë shpejt këtë. Personi. Tonin nuk kapet shpejt. Vonë atëherë pritoj me hi. As më tepër, nëse tesha nima shka, tesha një alternativa veshit ka sa dësh, ta punimet me drunja ndërsh, prandaj ata vazhdojnë me i shku dikush për me mësu. Të nas absolutisht nuk kërkon kush. Nuk keni praktikant. Nuk kërkojnë, unë kam dëshirë. Bile pa hapi muhabet, bile të shu, para dikon të ka 2013 sa të herë bërë rotacioni politik, u vu drejtoresh në në këta zyrat e formimit profesional, nuk e di se qytet atëherë. U vu një Zitatelli, të përshëndesim. E përshëndesim zonjën. E mrekullueshme. Edhe më thot, a kisha ardhur thot me punu thot aty thot. Po të prish planet tuaja. Më marr me këta thot, shaf profesionalisht mirë etj, ke aftësi thot komunikative, ke argument. Po më sa më kisha ardhur edhe shifsha, në fakt, edhe si trampolin me vazhdu atë formë edhe me zbe, pak se kisha shumë ngarkes. Po, në rejs, bërë rotacioni, vun drejtor të ri, me të projekt. Kjo është nga një herë që ato mangësit tona në vend që të marrim vërtet mrekullisht instruksion. Fëmijët tuaj, ju keni 2 vajza dhe një djalë, paçi me jetë, vajzat më të rritura me familjet e tyre, djali i vogël i shtëpisë, nuk është edhe krejt i vogël. Kanë ndonjë interes për profesionin e prindërve? Kanë drejtime të tjera? Kanë, e vajza madhe ka marru logopedi. Punën mësuesa të parsori, si që dhe aty. Nuk e di si e ka të dikon të shpija fëmisë atje. Vajza dytë mërë diplomatësh për arkitekturë, pa dyta kishte dëshirë të pakten me e kap gërshanin. E madhe djali s'ka interes. Po djali merret 13 vjeç bën edhe 2 muaj, është i vogël. Është i mall me trup sa unë, po kështu i vogël është. Është rëndësishme që familja të ndërtohet mbi baza të shëndoshta të edukimit, të punës, pavarësisht së llojit të profesionit. Kjo ndoshta është ajo që ata kanë marrë nga familja juaj. Po aty unë kam kënë bile pedant në familje për disa gjëra dhe vazhdoj me kënë, po vajzat janë martutesh edhe ka herë tha, bab thotë ti gjithmonë. Po, kështu, formimi jem ndoshta e kam marrë nga prindë e mi, nga baba jem, ai ka kënë shu i tillë si bile baba jem edhe ma ka pëlqy punën. I nderuari Enver Kraja, një laborant i nderuar që ka patur një epokë të tijën duke u dalluar me korrektesën, me çdo gjë që përfshin ai profesion. Kryesisht me profesionalizmin, ka lexu deri 2 muaj para se me vdekje ka lexu. Po pse lexon më babi thoshte? Po i lexoj thotë se ndoshta kënajm hinë kënajm dalin thotë, se s'mon më atruni, po kam qejf. Aja bile, ja lolli syt, sa u traumatizuar shumë i ra shikimi për herë. Por të marrësh një edukat të punës është vlerë, ashtu si që transmetohet nga brezi në brez, edhe kjo është ajo gjëja bukur që njerëzit të kenë motive
për jetën. Po pra kja, skrupulozitetin për në punë, do të me kënë sa më shto, e kanë marrë fëmijët e mi. E kjo është kjo e mrekullueshme. Dishoj që ta marrin dhe vajza. Gruaja thëtë, si se bani ditë bardë, vajza, unë tesh prap se bëjt bardë, profesionalisht. Nxitje. Po, nështë ta kam gabim, tham... Ardian, tek ju, kur fillon dhe mbaron dita e punës? Dita e punës e me fillon në 9. Kam pas heret në 7, si në kohët partisë punës. Ma në erdhin 8, të shimë 9, se shafë se 9, por ma në i vazhdoj dhe në 2 mizdit, ma zite dhe në 5 gjysë, ma në i rritë në darkë dhe rivonë. Pjesa tjetër që i rritë në darkë dhe rivonë është qëtësia në punë. Nuk vjen kush me bëj provat e qka, edhe është një qëtësi më duket sikur eci ma mirë. Një dialog me punën. Profesionin, pa, sikur përqendrohet ma shumë. Aty edhe po ta shohim dikur kur ikte gruaja më herët masdite, vite mjes sokes, kjo është masditeve, para dite punëtori i thote ma jep këtë, ma jep atë, kja pyte diçka. Ka më shpërqendrim. Pa tjetër, vjen dikush, masditja është kuptuat ma qetë për mu, ma fjetën për shodrën. Po mirë, keni ndonjë një projekt të veçantë profesional? Ja, nuk. Anë raj, po nuk shaf. Bile të thash edhe par shokët e mi, mjeshtrat këto, ose shok, kam një mik në rastësisht i në ba shok, në Gjakova shumë mjeshtri mirë, Ylli Hoxha, me origjinë shkodrane, e përshnes në qësë i uroj një ditë të mbarë. Në qësë më në gjanë e përshnes. A ishte shumë mjeshtër. Edhe i kishte hap faqe, blog, si që unë. Blog, po. Pse se hap. Shumë heret më thoshin shok tjerë, shumë heret më thote një person Matish Shestani tjenjef. Po, profesore. Matish Trashani. Po. Trashani, që të kalbos. Pse shkën Tiranë, Mardin, aty është puna, aty është e ardhme. Ka më shumë. Po, të pëlqen Shkodra? Shumë. Mund të jetë më i bukur në botë. Ndaj të njëjtin mendim. Dhe më thanë, në Shqipni, hymja qytetit Shkodrës është më e bukur në Shqipni. Hyrja natyrale. Natyrale. Hyre pra, futesh në drini, djathas drini, futesh edhe pak më në i buna, më në i vazhdojnë pjesa livadeve që a i bajpasi e ka shkatru kërët. Sa tema mund të kemi për diskutuar. Prep qyteti është i bukur. Po uj liqeni, buna, drini, kiri, sipër janë da zonat bukur që një preferoj shumë atje, një sipër në kirë, deti e ofër, po dhe shnini e ofër, s'ka malet, alpet, që i met një qytetit ose i vendit me pas mamut. Mendoni se njerëzit në Shkodër janë të bukur shpirtërisht dhe veshen edhe më bukur. Shkodër janë bukur, po janë bukur edhe fizikisht. Kjo është e rëndësishme. Ose kam nostalgji. Mu më duket Shkodrant më të bukur se kërkush. Sham rrugë, dalë në rrugë, fëmijë të bukur, vajza të bukura, ditë bukur. Nga dashuria, nga marrëdhënia harmonike me njerëzit. Mundet, unë kam shumë. Edhe blogun ju nuk e keni hapur, të paktën foto tani teknologjia ka avancuar dhe çdo kostum mund të fotografohet, mund të jetë në albumin tuaj personal, në mënyrë që të keni një histori tuaj në duar tuaj. Nga shkun nënë më kam pritu, teknologjinë se kam përqafu shumë, kam gabim është, po nështë koha, puna, më dhe teknologjia të lollë sënyt, unë të shë jam e gjithë lyktë në numër të mirë, mjaftë mirë, 3 kam shku dhe po sështë dhe në e të lollë dhe ma shumë edhe nuk është përjashtu televizor që shafë darkë. Veshjet e Stinës së Pranverës, mendoni se do t'jenë të bukura, do të keni kërkesa, përveç tashmë teshave më tjetër si ka kërkesa, dhe më thanë, me 2 vetë që mund tesh kërkesat janë të mjaftushme, kam pas rasi, kam pas edhe punëtor shumë, ma tepër, atëherë për balosha, use të shë bëjë gjithë gjë vetë, atëherë pritësha, basha provat me klientat edhe unë basha vetëm myllin, dhe më thonë, pjesën më të rëndësishme, vesha mangët edhe jaken. Të shi bëjtonë. Si dikur, kur përnosh në shpi.
Ka aprites, nështë me fillu për fillimit, por më nëjë hinë mërëni dhe për të në bilet në herë dhe me dhanë përgjigje e klientit edhe për të minut, sekund, se shpreja sekund, mi thani minut duket shumë, për të sekund në shka një minut, më lejtë shumë. Kjo është ta përbalosh dhe ta fitosh jetën me gjilpan. Është ndoshta shprehja... Sa ka vrimin ka në fakën, kam thënë... është shprehja që ju përshtatët juve. Me gjilpan, ta përshkosh jetën. Po kështu të pëlqen më shumë, kur e fiton me zërë, fiton me e shihen më shumë. Pa që jetën e gjatë. Dhe më thënë, më shumë i shihen me fitu 100.000 lekë, se sa mi gjetë 100.000 lekë në rrugë. Pa të shihen. Ata i banë... Pa kenuna, kurse këta i mendën si... A di qa... Unë me shumë kanë bile, thamë, që... Diku i ka lanë, dikush diçka... Shumë bukur kur e banë shpinë vetë. Kjo është. Kur e ndërton jetën vetë shumë. Pasioni ndërton, profesioni natyrisht është një mjeshtri që të ndihmon në rrugën e jetës dhe ta fitosh me këtë mund është vërtet krenari. Apo jo? Unë nihem krenar. Për mënyrën se si kam arrit e sërin, nihem krenar. Besoj se Shkodra, pjesa që vinë të ojë, besoj se më vlerësojnë. Shumë i vlerësuar. Unë juroj vetëm mbarësi në rrugtimin tuaj profesional, familjar, qytetar, sepse njeriu ka shumë dimensione që i lidh me pjesë të jetës, pa të cilat nuk mund të bëjmë dot. Nuk mund të mbyllemi në një dhomë ose në një kënd pa patur marrëdhënie të tjera. Kjo e mbush, por profesioni është një rrugtim i mrekullueshëm i shpirtit për të kapërcyer çdo gjë dhe për të vazhduar. Qofse kam kohë të bëj përshëndetje. Patjetër. Përshëndes gjithë mjeshtrat që janë gjallë, rroba sepset. I përshëndesim. Edhe për punën e tyne, përshëndes shumë ata që më kanë ndihmu mua, ata vjetë që kanë punu, pak privat. Pjesa tjetër që jam rëndësishmja, përshëndes familjen të mrekullueshme. Kjo është baza nga buron çdo lloj dashurie. Ardian, ju falenderoj shumë. Edhe për shëndet. Qofshi nderuar me figurën tuaj. Për gëzoj për nismen me profesioniste, inshallah sa më shumë profesionista, është bukur. Po këto njerëz e bëjnë jetën. Vërtet, disa gjëra sa hapim gazetat përbëjnë skup, përbëjnë vëmendjen, por nuk janë, e vërteta është njeriu që punon, njeriu i thjesht, që e takojmë në rrugë, që ka një histori, që ka një mesazh për të pra. Jena mush me lajme. Pjesa tjetër më e harrojnë për pak kohë. Shumica jemi njerëzit e zakonshëm. E fillojnë bisedën me shokët e miq. Mandej futna ka pjesa politike, mandej dikush merr në atë punë bëjmë mohabet tjetër. Edhe pra njëri merr iniciativën ta mbyllim këtë punë bëjmë mohabetet e përditshme. Unë uroj një përditshmëri të mrekullueshme. E përshëndes familjen tuaj të nderuar, nga e cila ruaj kujtime, respekt, një mirënjohje të pafundme dhe ju uroj një ecuri të mbar. Kalofshi gjithmonë me krenari në çdo ditë të punës suaj. Faleminderit. Ju falenderoj shumë që erdhët në mëngjesin tonë. Falenderoj edhe Radio Shkodrën. Faleminderit.